i dobët, dhe i dalin 2-3 djemë të fuqishëm, djemë të ri, dhe ja marrin me forcë peshkun, dhe i thotë, mosni se kjo është ushqimi i familjes time, mosni se është ushqimi i fëmijëve të mi. Fillon qeshin, fillon edhe tallen me plakun. Ky ka bëj një dua, dhe ka thënë, për duas që ka bë ky plaku, ka thënë, o Zot, tregoje fuqinë tënde, o Zot, tregoje fuqinë tënde mbi fuqinë e tyre. O Zot, unë jam i dobët. Ato Allah e tregun fuqinë e vet mbi dobësinë time. Ju ka drejtuar Allahu të kështu. O Zot, ato e tregun fuqinë e vet mbi dobësinë time. O Zot, tregoje fuqinë tënde mbi fuqinë e tyre. Dhe rezultati i këtij duas që ka bë ky plaku, shikoni mënyrën se si e ka bë duan. E ka nxjerrë në pah që unë jam i dobët dhe ato janë të fuqishëm. Mirë po ti o Zot je i plot fuqishëm. Dhe rezultati i duas të plakut, çka u bë? Rezultati i këtij duas të plakut që njëri për atyre që ja ka marrë peshkun kryesori, e zuri smundja kangrenës.